ajovull shndërrohet në energji termike që shfrytëzohet për ngrohjen. Që janë investuar nga BE-ja deri tani përmes fondit të Kosovës sillet rreth 30 milion euro. Kanë qenë jetike për këtë objekt. Termokos e përfaqëson një nga rritjet më të rëndësishme në sektorin e energjisë termike në Kosovë. Ky sistem bazohet në parimin e prodhimin e njëkohësishëm të energjisë elektrike dhe lirimit të energjisë termike, ku më herët energjia ngrose është liruar, avulli është liruar, është humbur nga termocentrali, sot ai avull shndërrohet në energji termike që shfrytëzohet për ngrohjen e banesave dhe ndërtesave në qytetin e Prishtinës. Fillimisht është projekti i cili ka përfshi renovimin ose aplikimin e masa për eficiencë të energjisë në sektorin publik, ndërtesat komunale, i cili ka filluar në vitin 2020. Sipas marrëveshjes fillestare, investimi është still diku rreth 19 milion euro, ku pjesëmarrja e mjeteve të BE-s është still rreth 10 milion euro. Projekti i dytë ka të bëjë me sektorin banimor ose rezidencial, i cili është projekt më i vëndshëm, i cili ka shifrën prej 20 milionëve. Kështu që mjetet që janë investuar nga BE-ja deri tani përmes fondit të Kosovës sillet rreth 30 milion euro. Edhe tashmë jemi në pritje për projektin e ri përmes IPAS me fondet e BE-s, i cili presim përgjigjen pozitive nga zyra e BE-s, i cili sillet diku rreth 16.5 milion euro. Këtu zakonisht janë të përfshim 3 objekte të asistentës sociale, përgjithsisht janë 90 banesa ose banor. Spari, si punë e parë, është bë komplet largimi i të gjitha pjesëve të anshme që ka qenë përpara, edhe në një farë forme kanë filluar renovimet e objekteve. Përgjithsisht nga sipërfaqja e jashtme, por në një farë forme edhe në sipërfaqen e brendshme. Ky investim i Bashkimit Evropian, do të thonë, kanë ndikuar në ato pjesë që kanë qenë shumë të nevojshme për mbarvajtjen e punëve edhe ofrimin e ambientit përshtatshëm qoftë për aktivitete kulturore edhe qoftë për stafin. Do të thonë, ndrrimi i dritareve, hidroizolimi i kulmit, termoizolimi i mureve, drita LED, edhe ngrohtoria po ashtu, do të thonë, kanë qenë jetike për këtë objekt.